Zotë Gjiknuri, si mund t'jeni palë zgjedhje ideale në Shqipëri që nesër ne të bëjmë zgjedhjen 2013 dhe as Partia Socialiste, as Partia Demokratike mos të kenë këto pretendime që janë ngritur në këto 20 vjet, humbësit thot ta gëzosh fitoren fituesit dhe të mbyllet kjo histori ditën tjetër të votimit. Në momentin që qeveria do të rri larg zgjedhjeve, dhe kur them qeveria, ne ose opozita në Shqipëri mos konkurrojë me shtetin, se fatkeqësisht në Shqipëri nuk konkurrojnë dy parti. Konkurron opozita me shtetin. Dhe ju e dini shumë mirë këtë, nuk keni nevojë mund të bëni eko fjalën time, po gjithkusht e di këtë që shteti vihet në një dominim total në funksion të fushatës. Të gjithë kandidatët e Partisë Demokratike me gjithë strukturën shtetërore, me gjithë instrumentat që ka shteti vjen në funksion të kandidatëve të Partisë Demokratike ose të majorancës. Kjo është një vërtet. Dhe kur ti konkuron me shtetin, patjetër që tu kemi të bëjmë me një abuzim me standardet e zgjedhjeve. Pra ky është një problem shumë i madh. Dhe këto reflektohen dhe në KQZ dhe në institucione të tjera. Kur shteti do të rri larg zgjedhjeve, atëherë do të kemi një konkurrim të pastër të palëve.